krahas vlerave të shumta që i ka ky 10 ditësh, e që falen për të dhe nuk mbaron të folet për të, mendoj se është më rëndësi gjithë të dim se krejt që këna pas mundësi me e bo në 10 ditë në fund në Ramazan e se këna bo. Apo? Dhe ja kemi shprej Allahut keqardhën se po vjen keq që nuk muta me kon ende më aktiv. Apo? Mendoj se e tërë ajo keqardhje shndrohet në punë të mira nëse e kompenzojmë në 10 dhul hijab. Se e dëshmoj sinqerisht se na po ndihemi keq për atë që se kemi shëzuar që duhet. Nëse Allahu xhallahu ala robën e mirë e të tij, kur don me pagu mirë, çka bën? Kur Allahu xhallahu do me pagu një rob mirë, çu e pagun? Allahu xhallahu ala thot në Kur'an i shpërblejm bi ahsani ma kanu ya'malun. Në bazë të veprës më të mirë që kanë bërë. Ti keni tërsi veprash, do janë apo më të zbeta, do janë më kualitative, do janë më të mira. Allahu xhallahu ala i thot me lajkeve këtë mall me 100 vepra, apo cila është më e shtrejta që kjo kushton 10.000 euro. Krejt në gjeni ka 10.000, po ka një euro që kushton, krejt që çmim për shkak që sa nata. Apo? Dhe ka mundsi Allahu xhallahu na ngrit çmimin e këtë Ramazanit të keq që kena bërë ditash për një çmim të nalt që fitojmë dhul hijab. Ani ngrit ja çmimin punëve tuaja vëllai nderuar. Ngrit ja çmimin vlerave të shumta që kanë ik. Allahu alem sa kushton 10 ditë si fund tek Allahu që kena bërë. Ka kaluar Allah ndoshta se ka çmimin e lartë. Allah din sa kushton diçka që kanë bërë, shevali ajo e dhikri. Po ngrit ja çmimin e punëve tuaja tash. Në këtë kur hyp shumë çmimi. Është para mëna këtu një sadaka Allah me ta shufishu, Allah alem sa mi fesh atën. Apo? Edhe me thonë keq që ka sadaka që shton gjeni me qita apëtën. Me qëtë nivel në gjeni. Keq që ka bu dhikr gjatë jetës tona, apo? E tash bu një dhikr të jetë kualitativ. Allah me thonë me lakeve shpërbleni në basë qita, që kjo është ajo çmimi që përpagujnë për këtë dhikr që ka bu. Wallahi s'ka një met me mask. Që kjo është mirësia Allah xhallahu ala. Wallahi drejtësia, madje edhe mirësia është e te kaluar në këtë rast Allah. Është e te kaluar në këtë rast. Kjo veç fjala mirësi dhe bamirësi është sa më kuptu se kjo bamirësi është më. Kjo është për te bamirësisë. I ki 1.000 sene, ka diçka që kushton 1 euro, diçka 10 cent, edhe thot më është trajta çfarë është? Më është 10.000 euro. Krejt bëjnë ka 10.000. Po çysh bën krejt ka 10.000. Çu kjo që ta kanë, atë ka bë mirë, kjo sa veç me bë mirë, kjo është për te me bë mirë. Nuk ka shprehje që mund ta përshkruan këtë mirësi të atij që është el muhsin. A ne ndjek këtë mirësi Allah ta ka mësuar me 10 ditë. Kur të janë shkojnë sa ora 10 ditë. Që krejt jetën çka të bësh me të paguar mas shtrajtë të mundshëm që ki mundësi me fitu. Pas zë me ngrit çmimin punës tona, a një do më fala, a një do më japa, a një do më angazh, a një të këtë njëjta. Ngritë çmimin Allah, ngritë çmimin se ka shansa, ka mundësia. Në çdo rrafsh. Pe punëve të mia që i cekëm deri më tani, ato që s'kena pas mundësi me i cek.